Miq Prizmus, sot ishte ditë pushimi, sepse zëvendësohesh dita shtunë, që ishte dita e alfabetit. Është një nga ato festat e meritueshme. Bile për mua duhet heqen një 3-4 festa që janë krejtësisht kot, të vendosura gjysma politikisht e gjysma pastaj pa arsye. Dhe dita e alfabetit, dita e Kongresit Panastit, realisht duhesh vendosur. Gjua shqipe është ajo që na nxjerr si shqiptar. Asgjë nuk vërtetojnë se të gjitha sulmohen nga të katër anët, nga slavët, nga grekët, nga gjithë bota, për gjuhës kanë çaj bëjnë. Gjuhës shqipe nuk i bën dot askush, dhe ne identifikohemi për të. Gjuha shqipe është gjëja më e rëndësishme që kemi, edhe në historinë e kombit shqiptar, por njëkohësisht edhe në tradicionin e jashtëzakonshëm, ID-n ton të jashtëzakonshme. Pra rroft gjuha shqipe, atë duhet ta mësojmë, duhet ta respektojmë, gjë që nuk i bëjmë shumë mirë, dhe duhet ta mbajmë si krenarin më të madhe tona kombëtare. Pra, ishte ditë pushimi dhe unë gjita, thash po shkoj deri në Bog. Mbi 700-800 metra kishte rënë borë dhe sigurisht ishte një pamje magjepse. Doli për 2-3 orë, doli edhe dielli, dhe vura re që rruga është e hapur, nga Boga e sipër, domethënë nga puni Bayraktarit e sipër, kishte dalë policia, e cila thoshte duhet vendosë zinxhirat, u ecte, dhe ajo që bën dallim me herë të tjera është që jo vetëm pastrohet bora, por hidhet kripa. Ajo përzierja, lëngu i kripës, ai uji me krip i cili pastaj e pastron rrugën, e mban rrugën e pastër, jo me akull. Pra, po shkojmë edhe ne në standardet e Zvicrës, një çik, ose Italisë, Veriut, ose Francës. Atyre vendeve me shkrepa, me bukuri prallore që e kemi edhe ne, nuk kemi atë bukuri që po paraqet ju po e shikoni edhe me video edhe me pamjet, atë bukuri prallore që e kemi, që sigurisht s'kemi si ta kemi zili as Zvicrës, as Francës, as Italisë, Veriut, as kërkujnë botë, duhet ta shoqërojmë edhe me këto masa, dhe për fat të mirë, sigurisht që makinat e të borës pastrojnë dhe njëkohësisht hedhë edhe kripen, e cila nuk lejon më që ai asfalti atje të ngrihet. Dakor, miqtë e mi, është një mrekulli, edhe ata që duan ta vizitojnë, të njëjtën sipër në qaftore, ndoshta të shkojnë edhe në theth, duhet patjetër që në momente që nuk ka rreshet mëdha, është një moment kështu si shkova unë, mund të shkojnë fare mirë dhe të gëzohen me pamjen e mrekullueshme, të jashtëzakonshme që ka natyra jonë. Tjetra që desha të bisedoj, sigurisht që zhurma e madhe edhe ajo zhurma dhe veprimet e mëdha të Spakut edhe gjykatës speciale në Shqipëri kanë zëvendësuar opozitën. Shqipëria nuk ka opozitë, Sali Berisha nuk është opozitë. Sali Berisha është bisht servil shërptor i pushtetit sotëm. Ai e mban pushtetin e sotëm të pacënuar, majorancën e sotme të pacënuar, as kërkush nuk kanë mend me mend në kokë, si me thanë, që të vërzojë Edi Ramën dhe majorancën dhe të bjerë Sali Berisha në pushtet. Ata në 50 deputetet atje që kanë nxjerrë Sali Berisha me urdhër të tij dhe me pjesëmarrje të tij, duke filluar nga vetja e vet që është ish sekretar partie, Tritan Shehu që është iniciatori për të prishur kishat e xhamiat, dy komunistët e fundit, dhe Vjollca Vokshin ose mbesin e bie Vokshit, njeriu më të dashur të Enver Hoxhës, janë njerëzit cilët e dekapitalizojnë, i kpusin kokën demokracisë në Shqipëri dhe pluralizmit. Shkatërrojnë alternativën shqiptare, nuk lejojnë, edhe ato që lejojnë janë tipat e Agron Shejait edhe ati tjetrit që flet më tepër se sa duhet edhe që merr shumë më pak bile se sa dhe bën mirë që merr aq, dhe njëkohësisht të gjithë tjerëve që ju ngjajnë. Ata që thonë që nuk bëhet Partia Demokratike pas Sali Berishën, janë njerëzit që sigurisht vegjetojnë. Pra, ajo që dua të them unë është që Spaku ka zëvendësuar opozitën. Nuk është gjë e mirë kjo që po them. Nuk është gjë e mirë, po ti pyetësh njerëzit e kanë besimin ke Spaku, po Spaku është prokurori. Spaku është hetim, prokur, akuz, dhe bile është akuza e shtetit.
nuk mundet asnjëherë të zëvendësoj opozitën SPAK-u. Sepse përndryshe do formohet Republika e Prokurorëve dhe kjo nuk ka të drejtë që të formohet dhe nuk mund të formohet kurrë. Por Sali Berisha dhe Partia Demokratike bëhen xheloz sepse është SPAK-u që ka zëvendësuar alternativën politike këtu ke ne, për turpe për faqe të zezë. Janë xheloz sepse e vetmja iniciativë për të mbajtur një farë opozite në Shqipëri është SPAK-u dhe jo Partia Demokratike, është SPAK-u dhe jo Sali Berisha. Le ta zgjedhin 1 ndër 20 nënkryetaret e CDI-s. CDI-ja nuk është Benz, CDI është një organizim i partive kristian-demokrate të qendrës dhe ka 20 nënkryetar. Një në këto 20 kryetarët është Sali Berisha. Sigurisht nuk marrin pjesë partitë konservatore në këtë grupim partish, nuk merr Partia Republikane Amerikane, nuk marrin konservatorët britanik, nuk marrin konservatorët australian, as kanadez, nuk marrin pjesë shumë konservatorë dhe partitë djathta të vërteta të Evropës, sepse marrin pjesë ato të qendrës, kristian-demokratët e qendrës, nga njerë merr dhe NDI-ja. NDI-ja është një organizim jo qeveritar amerikan, organizimi Sorosit dhe i Bidenit dhe i Blinkenit që kanë bërë non grata Sali Berishën. Në këtë deregje ka shkuar Sali Berisha, mjafton që t'i dali emri. Por Sali Berisha dhe Partia Demokratike, bashkë me leadershipin e tyre, janë xheloz ndaj SPAK-ut sepse ka mbetur vetëm ai për të bërë opozitë. Vetëm ai është opozita në Shqipëri. Njerëzit nuk besojnë më ke Partia Demokratike as ke Sali Berisha. Sa tjetë Sali Berisha nuk ka opozitë. Ai lejon edhe opozitat të tjera. Ose i lejon vetëm kur imitojnë atë. Agrosheje tash imiton Sali Berishën, po, të vazhdo, jepi. Normalisht që kështu është teoria e një degradi politik që sigurisht ke shqiptarët pastaj përkthehet në këtë lloj mënyre. Duke shëmtuar gjithçka, duke mos pasur alternativë, kështu përfundon edhe. Tjetra që do të diskutoj është edhe marrëzia e aktorëve tash të dalur boje, të cilët sigurisht Partia e Punës së Shqipërisë ju dha shkollën. I morin shkollë, pa biografi të mirë nuk do të shkonin në shkollë. Edhe njëra prej tyre man monologje në teatrin Migjeni, duke thënë që ka qenë persekutuar politike, ka urryer regjimin dhe ka luajtur filmat e atij regjimi. Ka luajtur në teatr të atij regjimi, ka marrë shkollën e atij regjimi, bile shpike dhe budalliqe të tilla për të shkruar se çfarë familje, çfarë komunista s'keni në familje. Edhe shefe kuadri që vjen për shembull në atë shpikje, shefe kuadrit në shkollë të lartë. Nëse marrëzit, degradi edhe bukshkelësia e njerëzve të tillë që janë trima mas lufte, sigurisht gënjeshtar grotesk të jashtëzakonshëm, gënjeshtar patologjik, të cilët sigurisht i kanë marrë shkollën, i kanë bërë shërbimet, i kanë kryer shërbimet, jo vetëm Partisë Punës Shqipërisë, por edhe regjimit komunist dhe tash i bëjnë si antikomunist. Luajnë edhe flokët në antikomunizëm. Njerëz të tillë kanë shëmtuar këtë vend, kanë shëmtuar Shkodrën për 35 vjet. Kanë filluar ta shëmtojnë që 15 vjet përpara. Para se të hyte një farë mënyrë, para se vetë regjimi komunist të rrëzonte veten në Shqipëri. Lejoi që fëmijët e komunistave, ata që ishin në shkollë, me demek të rrëzonin regjimin komunist. Njërën këto fëmijë që kanë mbaruar shkollën lartë dhe që nuk kupton që të shkonte në shkollë kjo zonja, duhet që mos shkonin në shkollë unë që po flas i pari, edhe shumë mirat të tjerë shumë më të zotet se sa kjo. Shumë më të zotet se sa kjo. I ndaloi ai regjim kriminal që kjo zonja bashkë me disa zotëri tjerë që bëjnë antikomunistët, merrnin shkollën e atë regjimit, luanin filmat dhe dramat e atij regjimit, i shërbenin në mënyrë të bindur dhe të poshtër atij regjimit. Dhe tash mas 35 vjetës majnë monologje të tilla. A ka turp më të madh se sa kjo? A ka degrad më të madh filozofik dhe ideologjik, sepse për politikas nuk diskutohet më. Njerëzve të tillë që kanë drejtuar kulturët, institucione kulture në Shkodër këtu, Shkodra i ka parë ditën e zezë tyre, e kanë përçarë Shkodrën me lagje, me religion dhe njëkohësisht edhe me politikë. Në mënyrë të turpshme, duke hedhur baltë përmbi atë lloj regjimi i cili mori me të mirë, kanë bërë dhe antikomunistët. Dakord miqtë e mi? Ja, ky është edhe momenti për të qartësuar pak edhe me idenë e atyre farë antikomunistët, sidomos në kulturën e artë.
atyre që brohoritën i shërbyen regjimit, kulturës, realizmit socialist dhe të gjithë maskarallëqeve të këtij regjimi dhe pastaj mas 90-s bën antikomunistët e vendosur. Miq Prizmus, sigurisht që çështja e ditës është Spaku, zëvendëskryeministria, pezullimi, Sali Berisha që i thot agjente e UDB-s Marta Kos, e gjithë partia demokratike që janë lëshuar Martës Kos me sharje nga më të ndryshmet, sepse ajo erdhi në Tiranë dhe ju tha zgjedhjet ishin të mira. Kjo sigurisht rrëzon gjithë alebit e Sali Berishës, duke mbushur gjithë Shqipërinë, sidomos sulmtarët e Facebookut që u vodhën zgjedhjet, ishin zgjedhjet manipulume, të gjithë humbjet e Sali Berishës kështu kthehen. Normalisht ka një pjesë të popullit të tij, i cili është njësoj si Sali Berisha, mendon si Sali Berisha, jeton, ka frymën e Sali Berishës, origjinën e Sali Berishës, keq dashësinë për vendin e Sali Berishës, urrëtitjen patologjike për këtë vend edhe për shqiptarët si Sali Berisha, folklorizmin edhe anti-urbanen si Sali Berisha, shumë si tjera si Sali Berisha, dhe nuk janë pak, janë 500.000 njerëz, dhe sigurisht këta mbushin gjithë Shqipërinë, që të mushet mene që është bërë nami, nuk ka humbur Sali Berisha, i kanë vjedhur këta, gjithmonë kështu ka vepruar. Por po kthehem ke marrëzia e disa prokurorëve në Spak aty që kujtojnë se mund ta vendosin Republikën e prokurorëve në Shqipëri. Shiko, Republika e popullorëve, prokuror, populist, jo popullorëve, populist, prokuror në Shqipëri nuk mund të vendosen. Dhe e dini pse? Sepse sado që ka jakobinizëm këtë popull, urrëtie për të pasurit, urrëtie për politikanët, urrëtie për edhe sot isha në Bërdiç të një mik i jemi, të pos ja bërë si Nepal, që ti marrin, ti hedhin, ti ndjekin, ti imagjino tash e kthejnë veten në primitet, në primitivizmin më të madh, në kohë të një kohë politike primordiale, nuk dim parapolitike, sepse në përgjithësi kështu është edhe folk politika, dhe këtë sundon, këtë kaleron Sali Berisha, këtyre ju i hip sipër, edhe bën si Skënderbeu. Këtu ke njerëz që duan ta shohin për shembull Belinda Ballukun duke e tërheq për flokësh, duke e pushkatuar si atë zyrakën e Knetës Maliqit. Sot është data 22. Vasilin Çoqen edhe këtë kroatën, shtatzën, duhet trokistin kur pushkatonin. E quhet tradhtar, partia që ka prodhuar dhe Sali Berishën. Ishte shtatzën, e quajtën tradhtare, s'kishte lidhje fare me tharjen e Knetës, ishte e shoqja e inxhinierit, i konsideruan sabotator, dhe duke qenë shtatzën e pushkatuan bashkë me të shoqen. Kështu është ky popull prap. Po ti lesh, domethënë, nga që është mbushur, hajdut, kriminal, hajdut, kriminal. Në fakt, po ta pyetësh çfarë ka vjedhur ty, si ka vjedhur asgjë, po vazhdon hajdut, kriminal. Është folklorizmi epileptik që ka një pjesë e madhe e popullit, që pastaj i jep të drejtat atyre që janë realisht hajdut, edhe kriminal që vjedhin, tendera gjithçka. Që të bëjnë qef, sepse sigurisht është një pjesë tjetër e popullit të çast kjo punë. Mas këtij njeriu do shkoni ju. Në këtë pikë, edhe këta prokurorët duan të përfitojnë për me vendos Republikën e tyre. Këta nuk e kanë lexuar mirë historinë e manipulitet edhe tentativës së prokurorëve dhe hetuesve italian për të bërë Republikën e prokurorëve. Këta kështu bënin për shembull deri me Silvio Berlusconi, me Giulio Andreottin, edhe me shumë element tjerë, këta detyruan që
Nuk e di, 50 vjet, 60 vjet kanë vrarë veten në Itali në përburgje. Nuk e duruan dot atë. Sigurisht që Italia ishte e kalbur nga korrupsioni dhe sigurisht që jemi edhe ne të kalbur nga korrupsioni. Por sigurisht nuk mund të veprosh jo vetëm në kundërshtim të kushtetutës, si kundër është vepruar. Por për të ngritur është pjesë ideologjike për të ngritur Republikën e prokurorëve. Këta duhet të shkarkojnë kryeministrin, këta duhet të shkarkojnë politikën, këta duhet të shkarkojnë gjykatat, mundësisht i vënë të gjithë në arrest, dhe këta të ndërtojnë shtetin. Cilin shtet? Shtetin e mendimit prokurativ. Shtet i cili sigurisht është bërë tash në bazë të frikës një nga shtetet më të këqij të botës, dhe për këtë ka fajt të madh, jashtëzakonisht fajt të madh dhe Edi Rama. Duke lejuar Sali Berishën të fyejë dhe të pshtyjë me çdo gjë, duke e konsideruar sikur është ndihmë e tij, këtë e kanë paralajmëruar prej kohës, duke shkatruar të gjithë opinionin, duke ngritur një opinion i cili beson edhe marrëzinë më të madhe, e beson. Dhe pastaj fillon edhe ndeshkimin dhe jo drejtësia. Qëllimi i këtyre prokurorëve nuk është drejtësia, është sundimi, është ndeshkimi. Jo drejtësia. Drejtësia është bësh drejtësi, edhe drejtësi nuk është kur në kushtetut shkruhet që ministri ka atributet e deputetit dhe deputeti ka imunitet. Pra ti as e pezullon, as e nalon aktivitetin e si bën asgjë. Është e qartë që gjykata kushtetuese do ta kthejë mbrapa, absolutisht do ta kthejë mbrapa marrëzinë e tyre të pezullimit. Por është e qartë që nuk është vendosur drejtësia. Shiko, as kërkush nuk është duke marrë me individin Belinda Balluku. Nëse individi Belinda Balluku ka vjedhur, ai duhet të shkojë në burg. Vjen keq që është grua, femër, po duhet të shkojë në burg. Duhet të paguajë për grabitjet e saj, për pabarazinë në tendera, nuk e di se çka bërë, ose edhe për më tepër fajin e madh pastaj që ka anuluar tender. Ose edhe humbjen e milionave për tender. Nuk e di sa mund dënohet e si mund dënohet. As kërkush nuk ka problem për të mbrojtur individin, pavarësisht se individi duhet mbrojtur dhe i është çështje kushtetuese. Këtu është problemi i çështje institucionale. Këtu është problemi i institucionit. Institucionit kushtetues që zëvendës kryeministri, ministri dhe deputeti. Dhe këtë punë tash i faqeza para një populli i cili është i alarmuar me syt me gjak, që do të shohë deputet, ku diun, veti kanë xherë, deputet tash do që t'i zvarrisi. Votën ky o ka dhënë. Si një spalë para shtetit, tash do që t'i shohë duke hedhur në kazan plerave se duke i vrarë. Mundësisht duke i pushkatuar, si pushkatonte Enveri në 46-ën, sabotatorët e Maliqit. Nuk e kam nxjerrë kot. I pushkatonte sepse kishte dështuar, absolutisht kishte dështuar notarin e Knetës, ishte vonuar, kishin bërë 1000 gafa, dhe akuzonte pastaj ju jeni sabotatorët, i pushkatonte. Dhe këtë rreziken edhe shtatzan. Perceptimi për drejtësinë edhe Republika e Prokurorëve po mbaroi tash, po e mbylli fjalën. Nuk mund bëhet Shqipëri, sepse Shqipëria nuk ka për ta lejuar që folklorizmin e prokurorëve të mbikalojmë i politikën. Ne jemi popull politik, ideologjik edhe politik. Mund të rrisim nivelen, por ne s'kem pranuar kur. Ne prokurorët e dim se kush janë prokurorët. Prokurorët janë ata që pushkatojnë, japin urdhër për të pushkatuar dhe gjykata s'ka ç'u bën, edhe me fëmijë në bark. Prokurorët duhet të bazohen ke ligji që të veprojnë normal. Ne s'kemi pas ndëshkushmëri, por ndëshkushmëria nuk do të thotë drejtësi. Drejtësi do të thotë që të zbatosh ligjin. Ligji është i qartë. Ai që nuk është mësuar të zbatojë ligjin e ka emrin Sali Berisha. Dhe sot e kisha shkrimi. Ai shkon me fanfara, me 100 horra me veti, që bërtasin, o Sali, o hero, gjithë Shqipëria ty të do, o Sali, dalin të gratë, keni parë që Sali Berisha, shkon me 200 vetë, para spakut e tot skap. Belinda Balluku, me gjyshin e pushkatuar nga Enver Hoxha, shoki Enver Hoxhës sigurisht, i cili ka thënë në fund të jetës ti ishin dy vezë, u përplasën njëra do thyej,
Kështu ka thënë gjyshi Belinda Ballukut. Beqir Balluku shkon vetë, pa trumpeta, nuk thot asnjë fjalë dhe me kostum të kuq. E vutër me kostum të kuq. Nuk do të bëhen dot prokurorët, kjo nuk do të bëhet republikë e prokurorëve. Lodhen kot. Ja po ja them unë. Nuk bëhet dot. Do pranoja më mirë republikë hajdutësh se sa republikë ideologjike, folklorik, recitivist përsa i përket marrëzisë antiligjore, prokuror me sy me gjak mozisë e popullit i tyre. Nuk mund të bëhet dot, nuk do ta lejoj kërkush që të bëhet. Pastaj Martës Kos, i cili erdhi këtu e shkreta dhe ju tha, kthyne ema se s'ka punë. Berisha, sekretar partia i PPSH-s, që shkon ke Enver Hoxha, i thot EUDB-s. Me EUDB-s, se sa Sali Berisha dhe shumë disa atje ke Partia Demokratike s'është kërkush, po ky i thot Marta Kosit, i cila ka kaluar, si Sloveni që është, 100.000 filtra, derisa ka shkuar komisionere, ose ministrja e Evropës, Bashkimit Evropian, për zgjerimin. Dakord miqtë e mi, prokurorët e famshëm të Spakut mos lodhen, që t'i futen edhe të synojnë si kolonën vertebrale politike parlamentin, ashtu edhe qeverin, ashtu edhe gjykatën kushtetuese, bilas gazetarin. Do bëjnë edhe të mira, po kanë për të bërë edhe dëmet mëdha. Dhe duke filluar që të bëjnë dëme, besimi ke Spaku, ke BKH-ja dhe të gjitha bien tokë. Përfundimisht bien tokë dhe vërteton atë që nuk mund të ketë sisteme të mira në Shqipëri, sepse prej këtij vendi, prej kësaj shoqërie demente, të shpërfytyruar, ignorante dhe folklorike, dalin gjitha sistemet. Del edhe politika, del edhe prokuroria, dalin dhe mjekët, dalin dhe gjenerikët, dalin gjithë. Siç është shoqëria, kështu do të jenë dhe këta. Dhe prokuroria nuk mund të bëjë republikën e tyre. Nuk do ta bëjnë kurrë një republikë të tyre.